gjithë janë me mec, për arsye se nuk nuk janë në vendet e punës së tyre. Ata që janë nuk. Jo, po flas ata që janë, që po ushtrojnë. Ata që janë udhëheqën nga në thojza analfabet të fushës, mund të janë shumë shkollum, po jo të fushës, edhe për shkak të paaftësisë edhe të mos mbështetjes politike, unë besoj në mos mbështetje politike. Për shembull, dje gjithaj aksion i jashtëzakonshëm. Pa marrë parasysh kush e ka organizu, kush nuk e organizu, që 5 vite ose 4 vite Badovsi ka akumulu gjitha ato mbeturina. Dhe çfarë mbeturina ka pas aty? Përveç gomave, ka pas boca ose mbetje të sprejeve të ndryshëm, të kemikaleve të ndryshme. Të gjitha kanë metale të rënda, të gjitha mund të kenë mërkur ose kadmium ose forma të ndryshme të elementeve kimike, të cilat fatkeqësisht nuk prodhojnë një vdekshmëri të menjëhershme. Po ato gjatë mënyrë graduale, në kontaminim të lartë, ndoshta edhe në norma, sepse këto normat janë limite të cilat Organizata Botërore e Shëndetit dhe direktivat europiane kanë caktuar në bazë të asaj se sa organizmi njeriut ose një organizëm mund të adaptohet në një kontaminim të caktuar, sepse helm në lëndët e ndotjes mjedisit quhet çdo element i cili e tekalon dozën e lejuar që një organizëm mund ta përballojë. Dhe organizmi jon është duke përballuar ndotje të lartë të ajrit çdo ditë, sidomos 4-5 muajt e dimrit në Prishtinë ose edhe në qytete tjera, është duke kundërmuar gjithka nga mbeturinat, nga djegja mbeturinave, nga oxhaqet e ndryshme, nga automjetet pa kontroll teknike për gazra, sepse kontrollat teknike është shumë farse, sa më shumë jashtë ato frenat më ndokut, ai po i punojnë, domethënë aty është një temë tjetër.